Teatri i madh sfidon mënyrën se si mendojmë dhe na nxit të imagjinojmë atë çka synojmë të mbrim. Ne jemi qenie shoqërore dhe biologjikisht jemi projektuar të angazhohemi me botën. Çdo organ shqetësor i ynë është një portë për takime dhe përmes këtyre takimeve përcaktojmë më mirë të cilët jemi. Përmes rrëfimit, estetikës, gjuhës, lëvizjes, skenografisë, përmes teatrit si një formë gjithëpërfshirëse arti, mund të shohim si ka qenë, si është edhe si bëhet bota jonë. Sot, me 27 mars, festohet arti që flet pa kufi, dita ndërkombëtare e teatrit. Në skenën e teatrit, çdo rol merr frymë, çdo fjalë merr jetë. Pas perdeve lindin botë të tëra, që për disa qaste bëhen të vërteta për ne. Teatri është emocion, është reflektim, është një pasqyrë e jetës sonë.